Mirë asnjëherë nuk është sjellur një raport i detajuar për të qenë transparent edhe para nesh si anëtarët kuvendit, por edhe para qytetarëve. Ne nuk e kemi pasur ndonjë raport të qartë se sa ka arritur kostoja deri tani. Po unë personalisht e konsideroj që nuk është bërë puna më mirë e mundshme, sepse të gjitha mundësitë ka pasur kryetari edhe varësit e tij nga drejtoritë përkatëse për të bërë punën më mirë. Sidomos vërejtjet tona që na i kena paraqitur edhe në kuvend gjatë seancave, por edhe në diskutime tjera, ne kemi pasur vërejtje sidomos te pjesa e drejtorisë së urbanizmit, sepse aty pjesa më e madhe e buxhetit ka shkuar përmes asaj drejtorie në investimet kapitale. Brenga jonë ka qenë ajo që e përmenda më herët, që fshatrat shumë pak janë prekur nga këto investime. I keni ngrit këtu shqetësime brenda kuvendit komunal, brenda partnerëve të koalicionit, ja keni thonë këtu që... Po, këto që është e domani kemi ngritur edhe në takimet që i kemi bërë në aspektin para seancave si subjekt politik. Mirë po, na si anëtarë të kuvendit i kena ngritur këto shqetësime edhe në kuvend gjatë seancave që janë marrë, sidomos kur janë trajtuar raportet financiare, qoftë periudhave të ndryshme kohore, sidomos raportet vjetore ku janë trajtuar, sepse në kuvend shqyrtohen edhe debatohen raportet financiare që kryetari për çdo vit i sjell në kuvend për shqyrtim, por ashtu edhe gjatë diskutimeve që na kena pas në lidhje me raportet e auditorit të përgjithshëm, auditorit të jashtëm. Domethënë përveç që na e kemi pa edhe në teren, por edhe e kemi pa ngecjet apo të themi menaxhimin jo të duhur të buxhetit, ato do të tingëllonin politike sikur ti thoshim na sot, mirë po këto vërejtje, këto shqetësime i ka evidencuar në raportin e auditimit edhe auditorit i përgjithshëm. Do më shqetësuese mënyra se si janë shpenzuar fondet, është shqetësuese, pa u përfillur procedurat ligjore, pa u përfillur afatet, po ashtu ka pasur edhe në shfrytëzim të mjeteve nga linjat buxhetore për projekte të tjera, janë shfrytëzuar për një projekt tjetër, ka munguar në një mënyrë edhe transparenca, sepse nga shumë anëtarë të kuvendit është kërkuar her pas here të dihet saktë kostoja e investimeve në qytet, rreth sheshit dhe nënkalimit dhe parkingut. Mirë po asnjëherë nuk është sjellur një raport i detajuar për të qenë transparent edhe para nesh si anëtarë të kuvendit, por edhe para qytetarëve. Ne nuk e kemi pasur ndonjë raport të qartë se sa ka arritur kostoja deri tani, sa është e kaluar, sepse në paralogritjet që janë bërë në fillim, që janë prezantuar në fillim, ka qenë një kosto jo aq e lartë sa ka ndodhur në realitet. Po ashtu në kërkesat tona për të na raportuar se cilat rrugë nëpër fshatra janë asfaltuar, sepse një pjesë jo vogël e buxhetit ka qenë orientuar dhe votuar në kuvend me insistimin tonë si Liga Demokratike e Kosovës, që edhe fshatrat mos mbesin jashtë investimeve kapitale në këtë periudhë. Fatkeqësisht ka qenë një transparencë jo plot, dhe këtë po e ritheksoj e ka përmendur edhe auditori i përgjithshëm në raportin e tij të vitit për vitin 2023, po ashtu edhe për vitin 2024. Në